Pyetja e thjeshtë është pyetja më normale, me arsyeshme është se ka mundësi mirë pozita. Po opozita. Por sepse ka njerëz të cilët e quajnë opozitën asaj kohe dhe të sotmen, e shikojnë si një pjesë, një peron të tyre. Si një, më falni, po përdor një figurë letrare, si një lop që duan që mund ta mbjelin. Dhe në qoftë se do vinte në 2021 pushtet Partia Demokratike, e shikonin si kërcënim që këtë peron të tyre nuk do e kishin më. Do i ikte nga duart. Dhe punuan në mënyra të ndryshme në kundërshtim të interesit të qytetarëve shqiptar, kur flas qytetarëve shqiptar pa dallim, sepse të gjithë vuan në represionin e qeverisë asaj kohe, taksat e larta, keq menaxhimin e Covidit gjithçka më radh. Dhe punuan në mënyra nga më të ndryshme, duke filluar që te kandidimi të figurave që më vonë dolën shpallon grada që e dinin, te mospranimi për koalicion për listë përbashkët, apo dhe elemente të tjerë që sot janë në nivele të larta të Partisë Demokratike që ka aty, të cilët punuan për kandidat të pozitës së saj kohe dhe të kësaj kohe.